por në organet e policisë, sepse mund të ketë një financë dhe mund të bëj përsëri një terror tjetër në fshat. Kështu që unë i bëj thirrje edhe një organeve drejtësisë që si avokat jam, që ta shohin mirë dhe ta analizojnë mirë ngjarjen dhe këtij shtetasit duhet të jepet një dënim kapital për sa i përket jo vetëm kësaj ngjarje, por të japi mësim edhe brezave tjerë që mund të Kushti kapital maksimum i dënimit, sa 25 më duket. Ose me burgim përjetshëm. Sepse ky e ka bërë me ndërgjegje të gjithë ngjarjen. Ky ka qenë përsëritës në armbajtje pa leje dhe në përdorimin e armës duke i vajtur tjetrit në banesë. Pra kjo është mjaft e rëndë. Kështu që në tilla raste organet e policisë janë të fjetura dhe organet gjyqësore inshallah vendosin këtë radhë që t'i japin një masë sa më të rëndë. Ndoshta avokat ka nevojë edhe për një shkundje drejtoria aty, se pak ditë më parë ne kishim edhe një rast të disa vajzave që dhunonin një tjetër, një video që bëri xhir në rrjeteve sociale, një polic u arrestua pasi Shiko, sa do ta ndryshojmë i nderuar Dylber të gjithë kupolën e policisë, ne kemi brumin të keq, sepse është ndërtuar sistemi aty. Pra, ne ndryshojmë kupolën për përbërja e brumit, mjelli që është brenda është i kalbur. Të gjithë, po t'i shohësh policët janë të gjithë të mbaruar. Që repartë speciale, komisariat janë të kalbura. Të gjithë duan lek, rishfet, para në dorë dhe asgjë tjetër. Askush nuk flet, askush nuk e shkon të ndryshojë sistemin. Ndryshimi i sistemit do të sjellë detyrimisht edhe një disiplinë tjetër dhe rezultate tjera. Por në kohën sot jemi që nuk mund të ndryshosh kupolën. Duhet shkollë, duhet përgatitje për këta policë, duhet një program pune që këta mos flen gjumë gjatë 8 orësit të punës, por të kryejnë detyrën. Ne nuk kemi palestra për policët. Ne nuk i servisim policët. Ne nuk kemi asnjë lloj përgatitje morale, psikologjike për ta policë. Ne i marrim dhe i nxjejmë terren të gjithë. Si me shkollë, si pa shkollë, janë të një preri. Prandaj them unë është sistemi. Se ky sistem është i kalbur sot, nuk jep më rezultate. Sa do të tentoj drejtori i policisë të ndryshoj kupolën, nuk ndryshon terreni poshtë. Ndryshon ai ka sipër kokat për çështje e korrupsioni, por pjesa poshtë që është e mbaruar, ajo pjesa poshtë që del në terren, ajo flet gjumë. Dhe kështu që ne duhet të ndryshojmë sistemin dhe duke ndryshuar sistemin dhe rezultat do të kemi mjaft pozitive dhe krejt ndryshe. Duke parë të gjithë policitë e Europës, ne shohim në çfarë kategorie dhe çfarë derexhe jemi ne, cili është niveli jonë, profesional, kulturor, edukativ, por dhe paraqitja dhe prezenca e jashtme. Të gjitha lënë mjaft për dëshiruar. Prandaj duke filluar që nga paraqitja, prezenca e jashtme dhe duke vajtur pastaj tek ana profesionale dhe ke parandalimi i krimit. Të gjitha këto janë për mendimin tim janë zero, sepse shohim jashtë si është një policë në Europë, krahasojmë me policë tonin janë si nafta vetëm. Nëse s'është polici mirë vetë, s'ka si të mbrojë dhe qytetarin. Patjetër, një polici mirë, profesional, mbron dhe qytetarin për gjitha ngjarjet. Një polici i fjetur, i drobitur, pa shkollë, pa nivel, pa edukatën e duhur, pa përgatitje e duhur profesionale, ai vetëm do numëroj statistikat e ngjarjes dhe në fund fare nuk kemi fituar asgjë, vetëm kemi humbur tek jeta njerëzore. Edhe me që jemi tek drejtësia, avokat, që kishim 10 vjetorin pak ditë më parë të miratimit të reformës, duket sikur drejtësia
Është vetëm gjykata e posaçme, pjesa tjetër poshtë për qytetarin e thjesht është me rastin si po flasim. I nderuar gazetar, drejtësia ka vdekur. Për të mbaruar një gjyq, sado të thjesht duhen 15 vite. Shkallë e parë dhe shkallë e dytë. Do 2 vjetë të dali një padi që të depoziton sot, do 2 vjetë dali në planifikimin e saj. Dhe pasaj të gjykohet, dhe nëse ke fatin që të ndryshohet gjyqtari, kalon edhe i 5 vjeçar tjetër, dhe pasaj kalon gjykata apelit që do ankimohet, atje kalon një 10 vjeçar dhe kështu që harrohet ngjarja. Avokat, lutem për ta mbyllur, si qytetari i angazhuar aq më tepër dhe me protestat, mund të thoni në këtë mbyllje duke përfituar nga biseda si po ecin, çfarë po ndodh me protestën? Atëherë, protesta po jep produktet e veta. Duke e parë me syrin objektiv, e para njërë protesta shkatroi frikën e çdo qytetari që nuk fliste deri dje. Sot ai proteston në mënyrë të ndërgjegjshme për të gjitha problematikat dhe hallet e veta. E para. E dyta, protesta si një lëvizje popullore do të japi produktet e veta, por duhet pjekur do kohën e vetë që të piqet dhe pasaj të japi ato rezultate që i kërkon shoqëria dhe i kërkon çdo qytetar që është pjesë e Bashkimit Evropian. Prandaj duhet të presim edhe pak kohë nga protesta, e cila po jep rezultatet e para, qoftë shkundjen e një pjesë të administratës, po qoftë edhe në luftën ndaj frikës të çdo qytetari i cili sot kur shikon një padrejtësi me një reagon. Kjo është ana më pozitive, më qytetare e kësaj proteste. Dhe e fundit që thosha, kjo protestë është paqësore. Nuk është thyer një xham. Dhe në protestat që bëhen gjatë kohës kur ka parlament, të treja që janë bërë aty, ajo tregon pakënaqësinë që ka ky popull dhe kjo masë protestuese ndaj asaj klase politike e cila është parlament. Ne nuk kemi luftë ndaj individit, ne kemi luftë ndaj klasës politike. Dhe lufta ndaj klasës politike shfaqet hapur nëpërmjet protestës dhe reagimit që bën në protestë. Policia kërkon të provokojë për të përdorur dhuna nëpërmjet mjeteve të saj që ka, dhe në këto kushte atëherë dhe masa protestuese duhet të reagojë. Masa protestuese reagon me vezë, ata reagojnë me anë të shkovave të gomës dhe me ujin të cilën kanë përgatitur me lëndë kimike nga më ndryshmet, për cilën nuk japin as sqarimin e duhur, sepse tjera kanë ndërtuar sistemin, ku thonë që këtë ujë që ne përdorim është ujë me piper të kuq, apo është ujë me lëndë toksike, apo është ujë që jep këto problematika të frymëmarrjes organeve të frymëmarrjes e tjera. Pra, edhe për këtë rast, policia tregon që është sekret gjoja ujë që përdoret. Dhe pse ja përdor një masë të madhe të protestuesve ku janë mosha e tretë, mosha e dytë dhe mosha e parë, ku janë dhe fëmijët e mitur, për cilën kjo protestë kërkon që edhe këta fëmijë të mitur të gjejnë nesër një ditë mjaft të bukur. Jo si sot. Dhe prandaj dalin në protestë, por ajo klasë politike nuk pranon që dalin në protestë të gjithë. Ajo do një pjesë që ta shtypi dhe një pjesë që t'i lëpijet nga mbrapa. Nuk kërkon njerëz me integritet dhe me moral të fortë. Prandaj them që protesta po jep rezultate veta dhe do të vazhdojë të japi rezultate veta derisa të piqet dhe të formalizohet komplet. Sipas gjitha gjasave, avokat, do na kap shtatori me protestën, pasi pritet që Sigurisht. Ne do vazhdojmë me protestat pafund derisa të ndërgjegjësohet dhe klasa politike dhe t'japi dorëheqje
dhe t'i hapet rrugë dhe frymëri një zhvillimi të ri të shoqërisë. Avokat, të falenderoj shumë për bisedën, për të dyja Faleminderit juve. Faleminderit juve.